Mirëmëngjes të nderuar teleshikues të News 24, ja ku I takojmë bashkë si çdo të shtunë këtu në kohë për të zgjuar me mua Bledian Kokën. Do të marrim së pari titujt e gazetave që vijnë për ditën e sotme, shtunë 11 mars 2017. Nisim me gazetën shqiptare, kryartikulli I gazetës, pagat e reja, tabelat për 32.000 mësues. Zbardhet vendimi I qeverisë për ndryshimet, sa u shkon rroga punonjësve të bashkive të mëdha dhe të vogla. Përfitojnë edhe policët bashkiak. Rritje rrogash edhe për gardistët, strukturat e policisë dhe diplomatët. Vjojmë me tjerë informacionet gazetës shqiptare, themelimi I Partisë Komuniste, flet Sadik Premtja pse Enver Hoxha refuzoi pjesëmarrjen. Ish themeluesi I Partisë Komuniste, bisedat e Dushan Mugoshës dhe frikrat e ish diktatorit, dosieri nga Dashnor Kaloçi, kujtimet e Parisit të vitit 1950. Opinioni ditës nga Mentor Kikia, nuk na e kam fajin filmat e socializmit, vijon debatin e faqen 23. Një tjetër opinioni ditës vjen kësaj herë nga Fisnik Ziçishti, jetojmë në Shqipëri. Intervista flet kryetari I Kuvendit Ilir Meta, dështimi I zgjedhjeve, pengesë dramatike për Shqipërinë. Udhëzimi, provimet e maturës, ja strukturat dhe datat e testit. Historia e trisht, tutori më hodhi në Kazan Plerash më tha që si duhesha më. Kompensimi ATP statusi çdo prone në Elbasan, Peqin, Librazhd dhe në Gramsh. Flet drejtoresha e zyrës së punës, punësimi, si fitojnë bizneset, paga e sigurimeve nga shteti, detajet I lexoni në faqen 10. Si çdo fundjavë bashkë me gazetën shqiptare vjen edhe suplementi Bluetooth Big Brother 9, zbulohet çifti I parë konkurrent. Rikthimi I Noçës ju tregoj rolin në këtë edicion dhe dashurinë time. Hakmarrja e stresit për Noizin, ja sa vlen një palë pantallona të Arminës, këto dhe të tjera do të keni mundësinë të lexoni në brendësi të gazetës shqiptare. Mirë, do të vijojmë tashmë me gazetën Panorama, kryartikulli I gazetës edhe për ushtarakët. Mësuesit, shtesa e re e pagës për çdo kategori. Zbardhet shtesa e pagës për mësuesit dhe ushtarakët, sa bëhet rroga nga drejtori I gjimnazit tek edukatorët. Shtesa sipas gradës në ushtri. Detajet në faqen 9. Së regjistrohemi në zgjedhje, opozita ultimatum në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Biznesi takim me Bashën, Bregasi. Duam stabilitet politik. Gjermania mbështet reformat, ministri Gjerman me Ramon, keni mundësi historike për në Bashkimin Evropian. Detajet në faqen 5. Në Durrës masakra, nëna e 17 vjeçarit, gjykata po liron vrasësin. Udhëzimi I ministrit Tahiri në çdo biznes, kamera sigurie në biznese dhe pallatet, detajet në faqen 6 dhe 7. Takimi me Thatshin, Luarasi bashkëpunim me Universitetin e Pejës në Kosovë. Opinion nga profesor doktor Arben Malaj, turizmi dhe efektshmëria e investimeve publike. Ndërkohë një tjetër opinion mban firmën e profesor doktor Aleksandr Dhimës, një përgjigje pa përgjigje. Shohim edhe titujt e suplementit Roz Panorama Plus, veshje firmato dhe udhëtime të shtrenjta, zbulohet jeta luksoze e vajzës Eli Fares. Flet Lori e Big Brother, e vërteta lidhjes sime me Veselin, meshkujt që më pëlqejnë. Përfunduam këtu edhe me titujt e gazetës Panorama. Ecim më tej me gazetën në Shekulli, kryartikulli, matura ndryshon formula e llogaritjes së mesatares. Procedurë e re për gjimnazistët që nuk arrin të marrin notën kaluese, udhëzimet që do të ndiqen nga maturantët. Zëvendës ministrja Nora Malaj flet për kriteret që do të ndiqen. Provimet koincidojnë me afatin e zgjedhjeve parlamentare. Mbetjet kimike, prokurorët dyshojnë për dokumente të tjera. Mediat italiane zbulojnë kompaninë që do të menaxhojë mbetjet e rrezikshme në Maqedoni. Ekspertët rikthehen në doganën e Durrësit dhe Qafthanës për kontejnerët që kanë hyrë dhe kanë dalë nga Shqipëria. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve në Ngërç skadojnë afatet për komisionet e zgjedhjeve. Përplasja, palët me 2 qëndrime për procesin e 18 qershorit, plasin antarët e komisionit. Meta duhet të garantojnë votime të lira, por jo me ultimatume për t'i dhënë zgjidhjet.
VMT opinioni, Azem Parlaku, zyra e mobilizimit si çadra e vettingut. Mendim nga Nasho Bakalli, vetëm antishqiptarët se përfillin ligjin. Debati, Natasha Lako, ju rrëfej vete jetën reale pa ju hapur dosja. Flamurtari partizani Torasa në Vlorë bëjmë gola, duro, ai nuk di të shënoj. Çështja Shullazi, Ylvi Beqa rrëfensia morën 30% të aksioneve në shfaqjen 6. Intervista Sara Kapo dhe Alba Çoba rrëfen domethënien e tatuazheve, Ermira Kola dhe Renis Gjoka flasin për projektet dhe ndryshimet jashtë muzikës. Pa protestat, 8 marsi si u festua në Tiranë dita e gruas, klubet me striptiste në krahasim me një vit më parë ra pjesëmarrja e femrave që festonin. Kriza në Maqedoni, Zoran Zaev braktisht marrëveshjen për gjuhën shqipe, kreu i LSDM-s prezanton programin qeverisës për plasje me presidentin Ivanov dhe me ish-kryeministrin Gruevski. Përfunduam këtu edhe me titujt e gazetës Shekulli. Vijoj me gazetën Mapa, e cila vjen si çdo fundjavë në versionin Mapa Weekend, bojkot apo jo, pikpyetje mbi zgjedhjet e 18 qershorit. Opozita i bëri me dije Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se nuk do të regjistrohej për zgjedhjet derisa kushti i saj për qeveri teknike të ishte i plotësuar. Kjo i vë zgjedhjet në dyshim, megjithse opozita pretendon se bojkot nuk do të ketë. Ndërkohë edhe karikatura e KPG-ut mban ka si personazhe pikërisht pra krerët e opozitës bashkë me Diun, Shehin, Dulen, Spahiun dhe Agrondukën. Ultimatum zgjedhje të lira qeveri teknike është kërkesa e opozitës. Polemika javës. Henry Qili, priftërinë të rrem të publikës dhe Artan Fuga si ilustrim. Botuesi i gazetës Mapa i përgjigjet filozofit dhe pedagogut për reformën e arsim për bashkëpunimin në UET, raportet personale dhe qëndrimet e fundit të tij mbi situatën politike. Artan Fuga, kujtimet të mijat nga Universiteti Europian i Tiranës. Parashikimi Blushi, kriza shqiptare më e ashpër se në Maqedoni e Rumani. Pas bojkotit zyrtar të partive opozitare në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Blushi shprehet se kriza që po i afrohet vendit do të jetë më e ashpër se ajo në Maqedoni dhe kriza në Rumani. Vizita Gjermania, reformat nuk janë të thjeshta para zgjedhjeve. Replikë ligji versus akademizmi, profesor doktor Aleksandr Dhima. Nga Etnokaos, angazhim me qerpik të vënë nga doktoresh Mirela Oktrova, detajet në faqen 13, ndërkohë shohim komente dhe opinionet. Nga Mustafa Nano, opozita do të futet në zgjedhje me hir, me pa hir. Klementin Mile në Peripatos shkruan kriza identiteteve. Në rubrikën reaksionare, Fitim Zekthi vjen me shkrimin Diana Çuli është thjesht një rast. Dhe editoriale nga kryeredaktori i gazetës Arion Sulo. Kalavera Vasilia po qeveria brenda qeverisë. Vijoj më tej në rubrikën Mapo letrare, Diana Kastrati, voajerizmi i Moravias, si mund të thyej tabut një shkrimtar. Burri që këqyr, një roman i guximshëm që merr përsipër të kaloj përmes Romës antike dhe asaj moderne që shënon një rast pothuaj patologjik të njohur në revolucionin seksual të 68-s. Profilet të pas 90-s nga Ledja Dushi, lirika dhe ironia në letërsinë e Arben Dedjes. Arben Dedja është një nga autorët të viteve 90 që jeton dhe shkruan jashtë vendit, është kualifikuar dhe punon si mjek në Padova të Italisë. Ndërkohë në brendësi vinë rubrikat ekzemplar nga Mimoza Ahmeti, kritika nga Gimbaçi, Qielli i gjithkujt nga Perzogaj dhe Botimi, Martim Came. Tu kemi përfunduar edhe me titujt e gazetës Mapo. Vijmë tashmë me gazetën Telegraf, e cila ka si kryeartikull Zoran Zaev tallet me Ali Ahmetin. Lideri i LSDM-s hodhi poshtë marrëveshjen me BDI-n e Ahmetit duke deklaruar se në Maqedoni gjuha shqipe nuk do të jetë gjuha e dytë zyrtare, madje as kartmonedha dhe uniformat nuk do të jenë në dy gjuhësi. Procesi i vettingut zhduken 42.000 vetdeklarime, dekriminalizimi të bërë nga drejtor e nënpunës në mars-prill 2016, detajet në faqen 7. Skandali me mbetjet kimike, mediat italiane shkruan sërish ja kush është firma që kishte kontaktuar për 1300 kontejnerët e zhdukur.
Shkelja e kushtetutës, Kalavera, letër ministrit Vasili, operacioni ndërkombëtar i monitorimit nuk do të ketë fuqime vendimarrëse, por vetëm monitoruese. Fotën kryesore e migracionit në Britaninë e Madhe, ja si mund të aplikoni për të punësuar në Angli. Kriteret, sistemi i pikëve, dokumentet për vizë dhe lista e plotë e pagave sipas profesioneve. Intervistë me kreun e LSI-s Ilir Meta, reforma në drejtësi përcaktuese për integrimin, cënimi i zgjedhjeve aq më tepër dështimi i tyre do të ishte një pengesë dramatike për të ardhmen, stabilitetin e vendit sepse për integrimin evropian nuk do të bëhet më fjalë. Aktualitet, profesor Zamira Çavo shkruan kujtesa kombëtare e filmit. Nga avokate Emin Subashi, diskriminimi i pensionistëve, ndërsa Bardyl Berberi shkruan mbjetesa e pushtetarëve. Suplement sporti në Telegraf, flet Kpuca Art Koçare, Dimitraq Xhambazi. Naim Qarri, futbolli në Shijak kthehet në estrad. Lazar Lupo, nostalgjia për volejbolistët e Krutjes. Opinionet dhe komentet e gazetës Telegraf, së pari nga Maksim Casli, Shqipëria dhe zhvillimi ekonomik, nga Esmeralda Pira, Elbasani si teqe elektorale. Mirë, përfunduam këtu edhe me titujt kryesor të gazetës. Mirë, kur i kthehemi sërish të nderuar televizionistë, vijmë tashmë me gazetën Koha Jon, krye artikulli Deklarata e Ben Blushit, po vjen destabiliteti i rrezikshëm reagimi i deputetit dhe kryetarit Libras pas vendimit të opozitës për të braktisur zgjedhjet. Partia Demokratike dhe aleatët letër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk marrin pjesë në zgjedhje në foto edhe faksimilja bashkë me deklaratën dhe vulat e partive opozitare që kanë firmosur kundër pjesëmarrjes në zgjedhje. Maqedoni Zaev tradhton shqiptarët. Platforma e partive shqiptare nuk është pjesë e programit tim. Kreu i Kuvendit, Meta, koha të pastrojnë përfundimisht problemin e zgjedhjeve me probleme. Vizita Rama, Gjermania mbështet forte e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Analizë nga Lorenz Vangjeli, humbja vret edhe fitimtarët. Reportazhi nga viti i mbrapsht 1997, Vlora, Hiroshima pa bombën A nga Rudina Xhunga. Strategjia e zhvillimit të ekonomisë, kush është Maksim Casli që drejton forumin ekonomik të LSI-s. Intervista Pascal Milo, pa opozitën nuk mund të ketë zgjedhje. Përfunduam këtu me gazetën Koha Jon. Vijmë me gazetën Sot, krye artikulli Politika e tmerruar nga reforma në drejtësi, përjashton ndërkombëtarët nga vetingu, ja prapaskenat e vendimit të parlamentit, detajet në faqen 2 dhe 3. PS LSI nxjerrin jashtë loje operacionin ndërkombëtar të monitorimit, vetingu pa afat në dorë të avokatit të popullit. Ndërkombëtarët përplasen me Petrit Vasilin. Kalavera nuk do të ketë marrëveshje të re për rolin e operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Zbardhen tabelat e plota, ja sariten pagat për mësuesit, policët dhe administratën, shumat sipas profesioneve. Komisioni parlamentar mbyll hetimet për aferën Çez, dosja drejt prokurorisë rrezikohet Sali Berisha dhe djali i tij. Ben Blushi, tërheqja e opozitës nga zgjedhjet kërcënim serioz, vendi drejt një krize më të thellë se në Maqedoni dhe Rumani. Pas politikës edhe kushtetuesja godet reformën, shfuqizon 22 nene në ligjin për statusin e gjyqtarëve, ndalon rikthimin e parave të korrupsionit. Flet ish-ministri i drejtësisë Ylli Manjani, vetingun duhet ta riniste presidenti, vendimi i Kuvendit i diskutueshëm, Rama të shkarkojë sekretarin e përgjithshëm. Firmoset udhëzimia bizneset që duhet të pajisen me kamera sigurie, afat deri në 28 dhjetor. Bllokohen zgjedhjet e reja në Kavaj, kushtetuesja dhe presidenca ping-pong, me vendimin dhe afatet i jepet kohë opozitës. Artistët në protest kundër Kumbarës, të shkëpusi martin nga kthetrat klienteliste e institucionet në mjerim. Shohim komente dhe analizat e gazetës Sot nga Besi Bekteshi, frymëzimi Star Wars për Republikën e Re. Nga Pandeli Bardhi, Skënderbeu që polli çadra. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Sot. Mirë, do të vijmë tashmë me gazetën Tema, e cila ka si shkrim të parë
Basha, kushte për të mos bojkotuar zgjedhjet, letra në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Rama në Berlin, Gjermania, Shqipëria mundësi t'i bashkohet Bashkimit Evropian. Bandat kriminale më famkeqe shqiptare dhe të pamposhturit me dorë të hekurt. Rrëfet Pascal Milo, Berisha më kërcënoi me 15 vite burg, ju përgjigja, shko në Vlorë po ta mbajti. Kushëriri i lulit në Çadrën për çerdhen e Veliaj. Tufa kërkon ndalimin e filmave komunist, komentuesit i përgjigjen Okopuk. Merobaze ndihmojnë lulëzimin të jetë i qartë editoriali në gazetën Tema. Nga Lorenz Vangjeli humbja vret edhe fitimtarët dhe nga Shpëtim Nazarko do të lexoni Vrapo Erion Vrapo. Do ishin e titujt kryesor të gazetës Tema. Shohim gazetën Rilindja Demokratike, krye artikulli "Ska zgjedhje me zagaret e krimit, qeveri teknike për dekriminalizimin, luftën ndaj drogës dhe përgatitjen e zgjedhjeve". Kemi vendosur të mos paraqesim kërkesë për të regjistruar si subjekte zgjedhore në KQZ dhe rrjedhimisht as si koalicion zgjedhor në shkallë vendi, deri në momentin e arritjes së një marrëveshje politike që siguron realizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Përmes krijimit të një qeverie teknike është ky përmbajtja e vendimit të opozitës. Edi jep vëlla Olsit lojrat e fatit për 30 vite. Koncesioni është dhënë kompanisë MC Networking, e cila zyrtarisht figuron në pronësi të ortakut të Olsi Ramës, Endri Meksi. Me këtë të fundit, Olsi Rama është bashkëortak në kompaninë Pegasus Communication. Rekordi i ri, 587.000 duan të ikin nga Shqipëria. Sipas të dhënave të Eurostat, numri i azilkërkuesve nga Shqipëria është rritur me 439%, duke arritur në gati 66.000 persona në vitin 2015. Italia, firma e kontraktuar për 1.300 kontejnerët, shkrimi në faqen 4. Kryebashkiaku rre mësuesin pse nuk je me Partinë Socialiste. Programi Partisë Demokratike injeksion mbi 1 miliard euro. Dhe nga Bledi Kasmi do të lexoni, a është Beni Nexhmia? Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Rilindja Demokratike. Do të shohim gazetën Integrimi, e cila ka si artikull të parë lançohet Forumi Ekonomik, LSI strategji zhvillimi për më shumë shanse për punësim dhe mirëqenie. Kryetari i LSI-s Ilir Meta, çështja e zhvillimit ekonomik është sfida më e madhe për të sotmen dhe të ardhmen e vendit. Strategjia jon ka në fokus rinin, punësimin e saj të qëndrueshëm dhe cilësor. Drejtuesi i Forumit Ekonomik të LSI-s Maksim Casli, plan konkret për rritje ekonomike dhe punësim të qëndrueshëm e të mirëpaguar. Intervista e kryetarit kuvendit Meta, ka ardhur koha që të mos kemi më zgjedhje me probleme, duhet dialog proaktiv. Nisin bisedimet me Bashkimin Evropian, panariti, të rishikohen kuotat e peshkimit, dyfishon të ardhurat dhe rrit punësimin. Prezantohen rezultatet, Lefter Koka, censusi për shpendët dimërues konfirmon efektet e moratoriumit të gjuetis. Elez Gjoza, Ymer Pampuri, ikone sportit shqiptar, jemi krenar që ecim në rrugën e tij të ndritur. Dhe koment nga Bill Lemon të publikuar në Project Syndicate si po vepron ekonomia dhe politika në mirëqenien tonë. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Integrimi. Do të vijmë tashmë me gazetën 55, e cila ka si shkrim të parë qeveria teknike, rruga e vetme për ruajtjen e stabilitetit. Tashmë është zyrtare se kriza politike është ulur këmbkryq në Shqipëri dhe s'mund të fshihet as me shurdhërinë qeveritare, as me gjasë me neutralitetin e ndërkombëtarëve. Krejt opozita e bashkuar me 24 parti politike ka njoftuar se nuk do të regjistrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve derisa të formohet qeveria teknike. Zgjidhja politike paraqitet si mundësia e vetme për të ruajtur stabilitetin e vendit, por edhe një shans që Edi Rama të shpëtojë politikisht duke u strehuar në opozitën e re që do dalë nga zgjedhjet e lira dhe të barabarta. Kronika, pedagogët në sheshin e Lirisë, vota është çështje të gjithëve, jo e një partie. Denoncimi, Berisha, Edvin Kristaq Bixhozi ja beson vëlla Olsit lojrat e larjes së parave të tij të pista.
Basha është e sigurt se qytetarët do të fitojnë, prandaj s'ka nevojë për propagandë me bojkot. Kreu i opozitës, sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, partitë opozitare do të dorëzojnë ultimatumin me shkrimin për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kush i fryn borive të bojkotit gabohet të rënd. Nuk do të ketë bojkot, do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Do të ketë republikë të re, qytetarët do të fitojnë, ka deklaruar Basha. Skandali i mbetjeve kimike, prokuroria e krimeve të rënda merr në dorë hetimet për zhdukjen e 1300 kontejnerëve. Shqipëria përsëri në udhkryq, shkrim nga Sejdi Peka. Vëzhgimi edhe Zaevi Sorosit gënjen shqiptarët, pasi premtoi avancimin e Shqipës në stadin e gjuhës së dytë zyrtare të Maqedonisë. Soroisti Zoran Zaev është tërhequr duke reflektuar panikun se mundësia e zgjedhjeve të reja mund ta dimensionojë atë, duke kthyer aty ku mendohet, në një opozitë me jo më shumë se 40 mandate deputetësh. Forum ultimatumi i Thaçit jap dorëheqje nëse Kuvendi nuk voton për formimin e ushtrisë. Analiza: përpjekjet ruse për të përçarë perëndimin. Me arshiun plakun nga Çamria, fshatin Varfanj, nga doktore Zhaneta Saliu, reportazh mes banorëve Çam në Sarandë. Dosieri nga Enver Memishaj, kooperativa bujqësore, sistemi çnjerëzor stalinist i skllavërimit të popullsisë, në vend të kritikës për librin e Serian Cacaj dhe Kujtim Leskajt, Bolena me jetën ekonomike shoqërore në vitet 45-90. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës 55. Mirë, do të shohim tashmë titujt e gazetës sportive. Panorama Sport, krye artikulli: Dopjo Salihi nuk mjafton. Tirana shtang Skënderbeun. Koçarët ngecin me të mëdhat. Hoxhallari shënon një super gol. Spektakël për një pikë në Selman Stërmasi, Bardheblut asist Kuksit e Partizanit. Ndërkohë në foton kryesore, deklarata e Halilit: nuk kemi marrë premio me Muzakën, takohemi në kasacion. Salihi nuk fitohet kur pëson 2 gola nga goditje standarde. Ndeshja fillon pa ambulancë, Josa dhe Daja takohen në kafe. Partizani, Krasniqi dëmtim horror, Torasa e mbyllim fazën të parë. Lamurtari, Duro sfidon Partizanin, dua ti mund. Ndërkohë, java e 25 ditën e dieshme është luajtur ndeshja Tirana Skënderbeu, e cila ka përfunduar me rezultatin 2-2, ndërsa sot janë edhe 2 sfida të tjera mjaft kyçe për ecurinë e kampionatit. Partizani Flamurtari në orën 14 dhe Kuksi Korabi po në orën 14 në Kukës. Nesër Vllaznia pret Laçin në orën 14 dhe në orën 17 mbyll javën 25 përballje ndërmjet Teutës dhe Luftëtarit. Basketbolli rinovon trajneri kombëtares, Ponari deklaron: jemi në stad tjetër. Akuza për tolerim dhe polemika për arbitrimin, Noka qarri një pazargji, fiton Beslidhja, jep dorëheqjen drejtori i Erzenit. Java e 19 grupi A, play-off dita e dieshme, Erzeni Beslidhja ka përfunduar me fitoren e Rezhanëve me rezultatin minimal 0-1. Sot luhet Bureli Kamza në orën 14, play-out sot Iliria Kastrioti në orën 15 dhe Mamura si Besa po në orën 15. Mamura si Besa e grupi B, play-off po sot Tomori Lushnja dhe Sopotja Polonia e Dinamo Turbina. Tek Vllaznia efekti Smajla, i Bashkia presion Federatës Shqiptare të Futbollit për stadiumin. Triumf me polemika, penalti në shtesë, Juvja tërbon Milanin. Moviola, arbitri gaboi në fund, goli i Milanit jashtë loje. Dybala, kanë 6 vite që ankohen në zdintën a mundin, fletë sulmuesi Argentina si Juventusit. Ndërkohë, Donnarumma puth stemën e Milanit, acaron Juventinët, të cilët kishin pritshmëri se mos trajneri portieri 18 vjeçar mund të shkonte te kjo skuadër. Pra baskena 2 lojtarë të Paris Saint-Germain e gdhin me Rihanën para Barcelonës, shkrimi në faqen 21. Ndërkohë, këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Panorama Sport. Rikthehemi edhe një herë të nderuar televizionistë titujve të gazetës shqiptare përpara se ta mbyllim pjesën e leximit gazetave. Krye artikulli i gazetës Pagat e reja, tabelat për 32.000 mësues, zbardhet vendimi i qeverisë për ndryshimet, sa u shkon në rroga punonjësve të bashkive të mëdha e të vogla, përfitojnë edhe policët bashkiak.
Rritje rrogash edhe për gardistët, strukturat e policisë dhe diplomatët. Intervista Meta, dështimi i zgjedhjeve pengesë dramatike për Shqipërinë, udhëzimi, provimet e maturës, ja struktura e data e testit. Historia e trisht, tutori më hodhi në kazan, plerash më tha që si duhesha më. Tjetër artikull i gazetës, kompensimi ATP, statusi çdo prone në Elbasan, Peqin, Librasht dhe Gramsh. Flet drejtoresha e zyrës së punës, punësimi, si fitojnë bizneset, paga e sigurime nga shteti. Dosier themelimi i Partisë Komuniste, flet Sadik Premtja pse Enver Hoxha refuzoi pjesëmarrjen. Ishte themeluesi i Partisë Komuniste, bisedat e Dushan Mugoshës dhe frikrat e ish diktatorit, kujtimet e Parisit të viteve 1950 që publikohen nga Dashnor Kaloçi. Opinioni i ditës nga mentor Kikia nuk na e kanë fajin filmat e socializmit dhe nga Fisnik Ziçishti jetojmë në Shqipëri. Shohim edhe titujt e suplementit Rozë. Bluetooth, Big Brother 9 zbulohet shifti i parë konkurrent, rikthimi i Noçës, ju tregoj rolin në këtë edicion dhe dashurinë time. Hakmarrja e stresit për Noizin, ja sa vlen një palë pantallona të Arminës, këto dhe të tjera të nderuar televizionist. I lexoni sot në gazetat vendase. Ne përfunduam këtu leximin e artikulleve, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish vetëm pas pak për të vijuar komunikimin tonë.